Këtë javë është miratuar edhe skema kombëtare mbështetëse për fermerët për vitin 2026, e cila u ndërtua mbi konsultime intensive të drejt për drejta në të gjitha qarqet me fermerët dhe është orientuar prej tyre. Për këtë arsye skema rrit ndjeshëm mbështetjen për fermerët jo thjesht në aspektin e volumit financiar, por edhe në aspektin e lehtësimit kushteve për ta përfituar atë që çdo fermeri i takon nga skema dhe njëkohësisht duke financuar në ato drejtime prioritare që garantojnë më shumë produktivitet dhe fuqizim më të mirë të zinxhirit vlerës. Për herë të parë, përfshihen në skemë forma mbështetje të cilat nuk kanë qenë të përdorura deri më sot, ndërsa një tjetër risi është nxitja e praktikave të qëndrueshme në bujqësi përmes mbështetjes së metodave biologjike dhe afrimit me standardet europiane. Një fokus i veçantë i skemës janë edhe fermerët e rinj, për cilët është parashikuar një fond i konsiderueshëm që mbështet investimet e tyre dhe nga ana tjetër skema në tërësi forcon prodhimin vendas, sepse ky është një synim parsorë, rrit konkurrueshmërinë duke krijuar më shumë mundësi dhe akses dhe sigurisht që inkurajon për afrimin